Policia e Dibrës ka bërë bilancin e punës së 2 muajve të fundit. Në një deklaratë të ndarë për mediat, Blut e Dibrës bëjnë me dije se janë evidentuar 124 vepra penale. Për këto vepra penale janë identifikuar 125 autorë të dyshuar, nga të cilët 24 autorë janë arrestuar ose ndaluar, 93 autorë janë proceduar në gjendje të lirë, 8 autorë janë shpallur në kërkim. Gjatë këtyre 2 muajve janë zhvilluar gjithsej 6 operacione, 2 operacione në fushën e krimeve ekonomike dhe financiare, 1 operacion në fushën e parandalimit dhe goditjes së kultivimit të bimëve narkotike, 1 operacion në fushën e armbajtjes pa leje, 1 operacion në fushën e krimeve kundër pronës dhe 1 operacion në fushën e tregtimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Gjatë veprimtarive policore dhe operacioneve të zhvilluara në këtë periudhë janë sekuestruar në cilësinë e provas materiale 1 armë zjarri pistolet, 1 armë zjarri pushkë, 62 copë fishek, 1 bajonet, 1 mjet prerës thik, 2058 kolime pije freskuese, 638 kuti me produkte ushqimore, 15 aparate celular, 4 automjete të përdorura në kryen e veprave penale, 101.65 gram lëndë narkotike të dyshuar kanabis sativa dhe një shumë e konsiderueshme parash. Policia e Dibrës mbetet e angazhuar për të rritur rendin dhe sigurinë publike, ndaj dhe fton qytetarët për bashkëpunim.